Karma po kthehet në anën tënde. Drejtësia hyjnore fillon sot. Sot është dita kur universi vendos balancën. Gjithçka që ke dhënë, çdo mirësi, durim dhe sakrificë, tani po të kthehet pas me forcën e dritës. Ata që të lënduan do përballen me pasojat e veprimeve të tyre, ndërsa ti do ndjesh lehtësim, paqe dhe bekime që si prisje. Kjo është dita kur karma vepron në heshtje, por me drejtësi absolute. 4 shenja do ndjejnë fuqishëm këtë ndryshim, sepse universi ka vendosur t'i shpërblej përqendrueshmërinë dhe shpirtin e tyre të pastër. Binjakët, për një kohë të gjatë ke ndjerë sikur çdo përpjekje tënde shkonte dëm, por sot universi po të tregon se asgjë nuk ka qenë e kollë. Karma po kthehet në anën tënde dhe gjithçka që ke bërë me zemër të mirë, do të kthehet tek ty shumë fish. Një situatë që të ka lodhur emocionalisht do të fillojë të zgjidhet me mënyrën më të drejtë. Në punë, dikush që s'ka vlerësuar mundin tënd do ta kuptojë gabimin, dhe kjo do të sjellë një ndjesë triumfi të qetë. Në dashuri, një person që të ka marrë si të mirëqen, do të ndjejë mungesën tënde dhe do kërkojë afërsinë që vetë humbi. Mos haro. Kjo ditë nuk është hakmarrje, është ekuilibër hyjnor. Çdo padrejtësi që ke duruar ka qenë prova për shpërblimin që po vjen tani. Peshorja. Drejtësia është fjala që të përfaqëson dhe sot ajo vjen për ty në mënyrën më të bukur. Universi ka parë çdo lot që se ke treguar, çdo moment që ke qëndruar e qetë edhe kur kishe arsye për t'u dorëzuar. Sot, energjitë fillojnë të balancohen, dhe një lajm që lidhet me punën, dokumentet apo financat mund të vijë si surprizë pozitive. Në dashuri, po ndodh një pastrim karmike. Marrëdhëniet e vërteta do forcohen, ndërsa ato që s'kan themel do veniten vetë. Mos e kërko drejtësinë jashtë vetes, sepse ajo tashmë është duke vepruar për ty. Sot, një derë që mendove se ishte mbyllur do hapet, dhe do kuptosh që universi zvonon, thjesht pret momentin perfekt për të shpërblyer. Akrepi, ti je shenja e transformimit dhe sot karma po të dhuron pikërisht këtë, një rilindje të thellë. Çdo padrejtësi që ke duruar, çdo shkënim që ke heshtur, tani po shndërrohet në forcë dhe qartësi. Njerëzit që të kanë keq interpretuar, tani do e shohin të vërtetën tënde. Në punë, një mundësi që të ishte mbyllur për shkak të intrigave, do të rihapet papritur, duke të vendosur sërish në qendër të vëmendjes. Në dashuri, energjia e sotme pastron çdo peshë emocionale dhe sjell ndjenja më të thella. Sot, karma po të shpërblen për çdo herë që ke heshtur në vend që të reagosh. Mos haro. Ajo që humbet për shkak të padrejtësisë, kthehet si dhuratë hyjnore, në kohën më të papritur, por gjithmonë në momentin e duhur. Britsjapi, ke ecur gjatë në heshtje, ke punuar pa shurmë dhe je përpjekur pa u ankuar. Sot, universi po të tregon se asgjë nuk ka kaluar pa u vënë re. Njerëzit që nuk besuan në ty, tani do të detyrohen të pranojnë vlerën tënde. Një mundësi profesionale ose financiare që ka qenë e bllokuar, do të hapet dhe do sjellë frymëmarrje të re në jetën tënde. Në dashuri, një situatë që ishte në tension do marrë kthes pozitive. Ky është shpërblimi për durimin, për disiplinën dhe për përkushtimin që ke treguar, edhe kur askush s'ta vlerësoi. Sot, karma nuk vjen për të ndëshkuar, por për të rivendosur balancën. Çdo punë që bëhet me ndershmëri, kthehet në bekim, dhe ky bekim po vjen tani drejt teje, në formën më të pastër dhe më të drejtë që ekziston. Kjo është dita kur drejtësia hyjnore vepron. Mos u çudit nëse ndodh diçka që e ke pritur për vite, është universi që po të kthen atë që të takon. Nëse e ndjeve këtë video në shpirt, lëre një like, shkruaj në komente. E pranoj drejtësinë e universit për jetën time, dhe mos haro të abonohesh e shpërndash videon, që ky mesazh të arrijë tek ata që kanë nevojë për dritë dhe besim sot.